dhe gëzimi madh i kryetarit të grupit parlamentar dhe i përfaqësuesve kësaj magjorance që dalin dhe thonë që është për ta një arritje e këtij parlamenti, e kësaj magjorance. Me pak fjalë, kryetari i grupit parlamentar Tauland Balla po na thot e pat ju të opozitës që thoshit që shiko se Bashkimi Evropian do ta bllokojë integrimin sepse votuat për ndalimin e arrestimit të Belinda Ballukut, e pat pavarësisht kësaj Bashkimi Evropian nuk pyeti. Bashkimi Evropian u dorëzua, do na pranoj kështu siç jemi, të korruptuar në mbrojtje të korruptuarve dhe pavarësisht sulmeve që i bëjmë drejtësisë. Por një gjë nuk kuptoni ju si maggiorancë, si qeveri në fakt. Nuk kuptoni që sa më shumë Shqipëria i afrohet Bashkimit Evropian, aq më shumë i afrohemi fundit të pandëshkueshmërisë në këtë vend. Ju mendoni se do hyni në Bashkimin Evropian dhe do vazhdoni, do vidhni në të njëjtën mënyrë. Do ja dilni ti imponojeni Bashkimit Evropian. Ju mendoni se në Bashkimin Evropian do lejojnë një vend si Shqipëria ku vidhet aptas, ku mbrojnë të korruptuarit. Ju mendoni se shqiptarët nuk e kanë kuptuar, mendoni sikur s'ka ndryshuar gjë në këtë vend. Bëni sikur s'ka ndodhur gjë, sikur nuk kemi dy zëvendës kryeministra, njëri në arrati dhe tjetra shumë afër arrestimit. Ju bëni sikur nuk keni kryetarin e bashkisë. Zoti kryetar, ju jeni këtu apo keni vënë, po dëgjoni muzikë, çfarë po bëni? Mund t'ju pyes? E shikoni si zgërdhiet Taulandi aty? Nuk jeni këtu? Vazhdoni ju lutem. Po si të vazhdoj? Ore, nuk e shikoni? Si shpallni luftë gjithë ambientit rreth Evropës. Lutem, vazhdoni. Qetësi, të nderuar koleg, qetësi dëgjojmë kolegun Sheaj. Tani, ore që ju dëgjoni ç'ke me të. Nuk dëgjoni mua, ju ja keni frikën burgut për atë punë, por s'ka gjë, do flasim. Vazhdoni zoti Sheaj. Tani, mendoni sikur s'ka ndodhur asgjë. Ju ka thënë Rama, vazhdoni, shtrëngoni radhët sepse nuk ka ndryshuar asgjë, mund të vazhdoni të vidhni. Mund të bëni burg, por prap po bët burg ju, do ju zëvendësoj me dikë tjetër. Tani sot këtu po diskutojmë paketën këtë projektligjin Porta e Alpeve. 100 milion euro për Bashkinë e Shkodrës. Sot më bëri përshtypje që kryetari i Bashkisë së Shkodrës ishte shumë i lumtur për të paketë. Ishte shumë i lumtur. 100 milion euro. Por pyetja është, ky kryetari i Bashkisë së Shkodrës, që është i akuzuar dhe i marr i pandehur për korrupsion. Mos vallë arsyeja pse është kaq i lumtur është se erdhën paratë tek ai. 100 milion euro, ishte njeriu më i lumtur. Ju mendoni se Bashkimi Evropian do pranoj një vend ku kryetari i bashkisë i pandehur për korrupsion vazhdoni që dënon detyrë? Harroheni. Nuk ka për të ndodhur, nuk e kuptoni. Po fryn një erë e re. Pavarësisht se bëni sikur s'ka ndodhur asgjë. Pavarësisht se thoni ne prap do rezistojmë, do ja dalim, do hyjmë në Bashkimin Evropian edhe asgjë nuk ndryshon. Ju do mendoni se do vazhdoni të vidhni, po kjo s'ka për të ndodhur. Nuk ka për të ndodhur. Harroheni. Nuk mund të vazhdoni të vidhni siç po bëni. Nga ana tjetër shkoni çfarë po ndodh në Vlorë. Me që kemi këtu dhe ministrin. E keni parë zoti ministër çfarë po ndodh në Vlorë apo nuk e keni parë, nuk ju bën përshtypje? Në Vlorë thua sikur jemi në 95-ën ose në 2000 apo në 2005-ën. Po vidhet dikush që ka 2%, po i vjedh 98%-shin ortakut. Me bekimin tuaj. Absolutisht. Çmenduri. Është çmenduri. Në 2026 në Shqipëri, pa gjë të keqe, prishen pazaret dhe pavarësisht se dikush ka 98% të kuotave të pronës, e merr dikush që ka 2%.
dhe ju i dërgoni policinë në mbrojtje. E keni parë apo jo? Apo juve nuk ju intereson? Harroni që ai ishte i koncesioni i shtetit shqiptar? Harroni që aty është detyrimi i shtetit shqiptar që të paguaj me taksat tona koncesionarin? Mendoni se është loja juaj? Është lodra juaj në të cilën ju mund të pasuroheni? Dhe në fillim ja kaloni Bexhet Pacollit, pastaj prisheni me Bexhet Pacollin dhe ja kaloni atij tjetrit. Sikur s'ka ndodhur asgjë. E kuptoni çfarë ndodh apo jo? Ndërkohë që drejtësia po vepron, juve nuk u bën fare përshtypje. Belinda Balluku në hije vazhdon të njëjtin avaz. Vazhdon biznesi. Business as usual. Nuk ka asnjë problem, ju thot ai. Vazhdoni, mos e vrini mendjen. Edhe me Bashkimin Evropian u thot tani e rregullova, e pat, kaloi. Pavarësisht vjedhjeve kaloi. Vetëm në këtë vend mund të ndodhë. Ndërkohë që po ju fusin në burg, ndërkohë që ankoheni për para burgimin, po ju hetojnë të gjithëve. Dhe do ju hetojnë të gjithëve. Nga sot, deri në ditën, kur Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, do dilni të gjithë para drejtësisë, nuk ka asnjë dyshim. Ju mendoni se do ketë kthim pas? Ju mendoni se do kthehemi në kohën kur ju mund të bëni gjithçka dhe nuk u ndodhte asgjë? Ishit paprekshëm, nuk ka për të ndodhur. Nuk ka për të ndodhur. Ajo që po vazhdoni e bëni, vjedhjet që vazhdoni e bëni, si në rastin e aeroportit të Vlorës, janë një skandal i vërtet, dhe qeveria e ka kyçur gojën, nuk flet. Nuk flet. Një koncesion mbi 100 milion euro. Kush do i paguaj ato para? Nëse koncesionari fiton në arbitrazh, kush do t'i paguaj? Po s'do t'i pagoni ju. S'do t'i paguaj Edi Rama. Do i paguajnë qytetarë shqiptar. Nuk keni për t'ja dalë. Kjo është e sigurt. Nuk ka kthim pas. Të gjithë do dilni para drejtësisë. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Igli Cara, ndodhet në sallë.